26 prill 2026, fenomeni i dritës jeshile nga universi. Merkuri në katror me Jupiterin, koha për të vepruar me guxim dhe integritet. Mirë se vini, miq të dashur, në këtë video të veçantë kushtuar një dite magjike astrologjike, 26 prill 2026. Sot do të zhytemi thellë në një nga aspektet më interesante dhe energjike të këtij muaji, një moment që shumë astrologë e quajnë fenomeni i dritës jeshile. Është një ditë ku universi duket se na jep një sinjal të qartë, një pot të fuqishëm për ata që kanë guximin të ndjekin vizionet e tyre të mëdha, por me integritet dhe për një qëllim më të lartë se egoja personale. Në këtë video do të shpjegojmë hap pas hapi se çfarë ndodh saktësisht më 26 prill në orën 14:30, pse ky aspekt është kaq i fuqishëm, cilat shenja do të përfitojnë më shumë, cilat duhet të jenë të kujdesshme, dhe si ta shfrytëzoni këtë energji në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse jeni gati të merrni një dritë jeshile nga vetë kozmosi, atëherë uluni rehat, merrni një frymë të thellë dhe le të fillojmë këtë udhëtim astrologjik plot entuziazëm dhe realizëm. Pika 1. Ngjarja kryesore, Merkuri në katror me Jupiterin. Le të fillojmë me thelbin e çdo gjëje. Më 26 prill 2026, në orën 14:30, Merkuri ndodhet në shenjën e Dashit, ndërsa Jupiteri ndodhet në shenjën e Gafores. Këto dy planete formojnë një këmbë të saktë 90 gradësh, një katror. Zakonisht, katrorët konsiderohen aspekte sfiduese sepse krijojnë tension midis dy energjive të ndryshme. Por në këtë rast, autori e sheh këtë tension si një motor të fuqishëm që shtyn idetë e mëdha përpara. Merkuri në Dashi sjell mendim të shpejtë, guxim, drejtpërdrejtësi dhe dëshirë për të folur pa dorashka. Është energjia e tani ose kurrë, e ideve të guximshme që nuk presin. Nga ana tjetër, Jupiteri në Gafore zgjeron dëshirën për siguri emocionale, mbrojtje të familjes, të shtëpisë dhe krijimin e diçkaje që ka vlerë afatgjallë. Ky katror krijon një tension krijues, guximi i zjarrt i Dashit përplaset me nevojën për siguri dhe kujdes të Gafores. Pikërisht kjo përplasje gjeneron energjinë e nevojshme për të nxjerrë nga sirtarët projektet që keni lënë pas dore muaj të tërë. Mendoni për një moment, sa herë keni pasur një ide të madhe, por keni hezituar sepse nuk ndiheshit të sigurt, ose sepse mendonit se nuk ishte momenti i duhur? Ky aspekt ju thërret të veproni. Tensioni nuk është armik, ai është karburanti që ju shtyn të kaloni nga mendimi në veprim. Pika 2. Drita jeshile nga universi. Kjo periudhë quhet fenomeni i dritës jeshile sepse universi duket se na jep një miratim të qartë për të ecur përpara me plane të guximshme, qofshin ato projekte karriere, biznesi, ndryshime personale apo vizione krijuese. Por ky nuk është i pakushtëzuar. Universi do t'ju jap dritën jeshile vetëm nëse ideja juaj plotëson dy kushte të rëndësishme. E para, ideja duhet t'i shërbejë diçkaje më të madhe se egoja juaj personale. Nuk mjafton të jetë vetëm për famë, para ose status. Duhet të ketë një dimension që prek të tjerët, që krijon vlerë për komunitetin, familjen ose një kauz më të gjerë. E dyta, duhet të krijojë siguri dhe vlera afatgjata për të tjerët. Jupiteri në Gafore kërkon që çfarëdo që ndërmerrni të ketë themele të forta emocionale dhe praktike, jo vetëm entuziazëm të përkohshëm. Nëse projekti juaj kalon këto dy teste, atëherë kjo është dita juaj për të folur, për të prezantuar, për të kërkuar, për të nënshkruar ose për të nisur diçka të re. Universi po ju thot, shko përpara, unë jam me ty. Pika 3. Shpejtësia e zhvillimeve, dritarja e rrallë pa retrograde. Një nga elementet më të fuqishëm të kësaj periudhe është fakti që aktualisht asnjë planet i madh nuk është në prapavi, retrograde. Kjo është një dritare shumë e rrallë në astrologji. Kur planetet lëvizin të gjithë përpara, energjia kozmike rrjedh pa pengesa. Çdo gjë që nisni më 26 prill, një bisedë e rëndësishme, një marrëveshje, një projekt, një email, një kërkesë, ka mundësi të lëvizë me një shpejtësi marramendëse drejt realizimit.
Kjo nuk do të thotë se do të ndodhë menjëherë në ditën e parë, por do të thotë se shtytja fillestare do të jetë e fortë dhe momentum i do të vazhdoj pa ato vonesat klasike që sjellin retrograde. Është si të keni një autostradë të hapur përpara, makina juaj, projekti juaj mund të shkojë me shpejtësi maksimale. Pika 4. Shenjat që do të përfitojnë më shumë. Tani le të shohim se cilat shenja do ta ndjejnë më fort këtë energji. Dashi. Ky është momenti juaj i ardhur. Pas sfidave të muajit të fundit, tani mund të prezantoni idetë tuaja të rafinuara. Guximi juaj natyral është në kulmin e tij. Flisni me zë të lartë, njerëzit do t'ju dëgjojnë. Gaforja. Ju do të përjetoni një rritje të dukshme të vetbesimit dhe statusit social ose profesional. Është koha të kërkoni atë që meritoni, qoftë një rritje page, një pozicion të ri ose njohje për punën tuaj. Jupiteri në shenjën tuaj ju jep mbështetje të madhe. Demi. Ju jeni themeli i këtij vizioni. Pritni stabilitet financiar, kontrata të rëndësishme dhe mundësi që konfirmojnë vlerën tuaj reale. Kjo është dita për të ndërtuar diçka të qëndrueshme që do t'ju sjellë siguri afatgjallë. Pika 5. Ndikimi të shenjat e tjera. Edhe shenjat e tjera nuk mbeten pa ndikim, binjakët, ide të reja dhe lidhje sociale që mund të ndryshojnë plotësisht trajektoren tuaj në muajt në vijim. Jini të hapur ndaj takimeve të papritura. Virgjëresha, me hënën në shenjën tuaj, ju bëheni kontrolli i cilësisë i të gjithë këtij procesi. Ju keni aftësinë të shihni detajet që të tjerët mund t'i shpërfillin. Përdoreni këtë për të siguruar që planet e mëdha të jenë edhe praktike. Shigjetari dhe peshqit. Përfitime emocionale të thella dhe mundësi të reja në karrierë ose zhvillim personal. Besimi juaj mund të marrë një nxitje të madhe. Peshorja. Mund të ndjeni nevojën për të vendosur kufi të qartë në marrëdhënie. Sinqeriteti emocional do t'ju çlirojë nga peshat të panevojshme. Pika 6. Anët e errëta, kujdes nga egzagerimet. Ashtu si çdo aspekt i fuqishëm, edhe ky ka anën e tij të errët. Tensioni midis Merkurit dhe Jupiterit mund të çojë në egzagerime, premtime më të mëdha se sa mund të mbani, ose entuziazëm që nuk shoqërohet me realizëm. Mund të flisni shumë, të premtoni shumë ose të besoni se çdo gjë do të jetë perfekte pa përpjekje. Këtu hyn në lojë hëna në Virgjëresh, e cila ju ndihmon të shihni gjërat me sy realist. Përdoreni këtë energji për të bërë një pauzë para se të nënshkruani diçka përfundimtare ose të merrni vendime të pakthyeshme. Këshilla praktike: mendoni madhëshëm, ëndërroni lart, por bëni një hap prapa për të verifikuar detajet. Pyesni veten, a mund ta mbaj këtë premtim edhe pas 3 muajsh? Përfundimi. Më 27 prill, kur presioni i këtij aspekti të largohet gradualisht, shumë prej jush do të zgjoheni duke u ndjerë më të lehtësuar, më të sigurt dhe më të qartë për rrugën që kanë zgjedhur. Kjo është koha për të besuar te vizioni juaj, për të vepruar me integritet dhe për të lënë universin të punojë në favorin tuaj. Mos harroni, drita jeshile ndizet për ata që kanë guxim, por edhe përgjegjësi. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të lini një like, të abonoheni në kanalin dhe të ndani me miqtë tuaj se çfarë mendoni për këtë fenomen të dritës jeshile. Na thoni në komente, cila shenjë jeni ju dhe çfarë plani të madh keni për këtë periudhë. Do t'i lexoj me kënaqësi të gjitha. Takohemi në videon tjetër. Deri atëherë, mendoni madh, veproni me zemër dhe besoni te drita jeshile që universi po ju dërgon. Mirupafshim.